Angela Martini kërkon divorcin nga Dragos Savulescu. Angela Martini ish Miss Univers, i ka dhënë fund martesës me bashkëshortin e saj. Sipas TMZ, modeli është paraqitur të njëjtë në gjykatë për të paraqitur kërkesën për divorc pas 7 vitesh martesë. Në dokument, në disponim të tabloidit amerikan, Angela ka vendosur 24 tetorin si datën e ndarjes dhe arsyeja janë ndryshimet e papajtueshme mes tyre. Çifti ka një fëmijë së bashku, djalin 3 vjeçar. Angela po kërkon kujdestarit për bashkët fizike dhe ligjore. Ajo kërkon që producenti t'i paguaj pension. Sipas saj, ata u martuan në vitin 2017, ndërkohë në rrjetet sociale përkatëse, fotot dhe videot e përbashkëta nuk janë fshirende, duke mos u dhënë shenja për një situatë të tillë mes çiftit. Ajo kërkon që producenti t'i paguaj pension. Sipas saj, ata u martuan në vitin 2017, ndërkohë në rrjetet sociale ende janë aty videot dhe fotot e tyre të përbashkëta.